Kolegja jonë, Nora Pajaziti, do të zhvilloj një bisedë me Ertan Galushin, që është koordinator i marketingut pra në AB, ku si që thash, sot fillojnë kurset përgatitore për maturant në kolegjin AB. Po ja kaloj linjen Norës, edhe ne do të vazhdojmë në ndërkohë me pjesën tjetër të frekuencës. Nora, linja për ty. Përshëndetje Robi, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit që po na ndjekin. Së pari dua t'ju uroj një qershorin fëmijëve, shpresoj që të jetë një ditë shumë e lumtur për ta. Ndërsa sot në kolegjin AB, me datën 1 qershor, kanë filluar kurset për maturantët përgatitimore për testin e maturës, kurse këtu e kam Ertan Galushin ku do të flasim më shumë rreth këtyre kurseve. Përshëndetje Ertan, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit edhe ju që keni ardhur, mirë se po ritakohemi në kolegjin AB këtu në kampusin tonë qendror në Prishtinë. Çka presin sot maturantët për këtë përgatitje që keni organizuar? Ashtu që ceket edhe ju, pra sot fillojnë zyrtarisht kurset përgatitore për testin e maturës, të cilat janë falas për të gjithë maturantët e Republikës Kosovës, duke fillu pra që nga Prishtina e të mbaru në Prizren. Në të njëjtën kohë, këto kurse mbohen, domethënë për 3 lançe, ashtu që ceket edhe më herët, në gjuhë shqipe, gjuhë angleze dhe matematik. Dhe për këtë arsye, si vjetë është 20 vjetori i mbajtjes së këtyre kurseve, përndërë të 20 vjetorit të kurseve përgatitore për testin e maturës, ne kemi bën një ndryshim drastik nga vitet e kaluara, ku kemi vendos banera në të njëjtën kohë dhe kemi aktivizuar studentët tonë të drejtimeve të ndryshme, ku do t'i mund t'i ndihmojnë gjithë maturantëve për informacione të hollësishme sa i përket drejtimeve që i ka kolegji AB, mënyrave të studimit etj. Përpos kësaj, pjesëmarrja e maturantëve në këto kurse përgatitore për testin e maturës është një benefit i madh, për shkak që kompanitë si Pribanka, Prinvesti, ATV-ja mundsojnë punësime direkte për gjithë pjesëmarrësit maturant në këto kurse. Pra është një benefit shumë i rëndësishëm edhe shumë i madh, për shkak që për herë të parë në Kosovë mbahen këto lloj të kurseve dhe me këto lloj benefite për gjithë maturantët. Pra, gjithë ata që vinë në këto kurse e kanë mundësinë e punësimit edhe në ATV, edhe në Prinvest, edhe në Pribank, po edhe në kolegjin AB, duke qenë që kolegji AB është një prej institucioneve më të mëdha në arsimin e lartë në Kosovë. Në anën tjetër, pra sot fillojnë kurse që nga ora 10, jemi ende duke i prit maturantët. Është një gjë shumë e rëndësishme me cek që për ndër të këtyre kurseve ne kemi krijuar një platformë digjitale ku gjithë maturantët nga të gjitha qytetet e Kosovës kanë mujtë me aplikuar në mënyrë online për pjesëmarrje në këto kurse. Por vlen të ceket që edhe ata që nuk kanë mundur të arrijnë të aplikojnë, ata normalisht mund të vinë këtu në kampusin tonë qendror në Prishtinë për të marrur pjesë në këto kurse përgatitore. Një gjë edhe më e rëndësishme është që në këto kurse pra ne i aktivizojmë ose i kontraktojmë profesorët universitar, pra profesorët që janë strateg në matematik, në gjuhë angleze dhe në gjuhë shqipe. Vlen të ceket edhe një informacion shumë i rëndësishëm, duke marrë parasysh ne i bëjmë edhe lobimet tona në terren edhe shohim se sa janë të suksesshme këto kurset përgatitore nga studentët tonë që edhe që i regjistrojmë, po edhe ata që shkojnë nëpër universitete tjera, e kemi kuptuar që mbi 80% e maturantëve që marrin pjesë në këto kurse përgatitore për testin e maturës e kalojnë testin në raundin e parë. Pra, është i madh suksesi i këtyre kurseve saqë ata mundën me e kalu testin në raundin e parë, pavarësisht pikëve edhe pjesëmarrjes së tyre. Në anën tjetër, përpos kësaj, ne normalisht ne kemi zyret e informimit dhe të regjistrimit në për 19 komuna kryesore të Kosovës, ku gjithë përfaqësuesit tanë ose zyrtarët prej AB-s, koordinatorët e kolegjit AB, koordinohen me shkollat, në të njëjtën kohë edhe me maturantët, ku ata mund të vinë në këto kurse pa pagesë duke i mbështetur edhe çështjen e transportit, po edhe çështjen e këtyre kurseve. Beneficione ka pafund, nuk po du me i zbulu krejt për shkak që maturantët kur të vinë këtu edhe i shohin, por beneficione ka, është pjesëmarrja shumë e rëndësishme, edhe normalisht që presim një numër jashtëzakonisht të madh, edhe pse çdo ditë më tepër përveç po rritet. A do zgjas vetëm sot apo do të jetë edhe aktive edhe ditëve të tjera? Jo, kurset përgatitore për testin e maturës do të zgjasin diku rreth 15 ditë, duke filluar nga sot deri me datën 14-15, varësisht prej pjesëmarrjes së maturantëve. Secili qytet pra mund të vijë edhe çdo ditë, po edhe ka ditët e caktuara që mund të vijë këtu edhe të hyjë në këto klasa me këto profesor universitarë dhe me profesionistë të fushave
për të pas sukses në testin e maturës. Pra, që shqecikëm edhe ma herët, kjo është viti 20 i mbajtjes së tyne kurseve. Për këtë arsye, pra, aktivizimi i studentëve tonë ndër më të mirët, është shumë i rëndësishëm për shkak që ata e marrin informacione jo nga stafi jon, po nga vetë studentët tonë, të cilët normalisht që i japin informacione sa i përket ligjeratave, procesit, fakultetit, e tjerë e tjerë. Kush më mirë mund të shpjegoj se sa një student që është në vitin e parë, dytë ose tretë, varësisht prej drejtimit, që është informacion direkt tek maturantët. Po sa mendon që këto kurse ndikojnë edhe në vetbesimin e maturantëve që ta kenë më të lehtë këtë testin e maturës, pasi e dim që është një farë lloj stresi. Kjo është një sfidë shumë e madhe për maturantët. Për atë arsye, kur të vinë në AB, ne mundohemi fillimisht m'ia u heq atë stres. Nuk është gjithçka që me mësu gjuhën angleze, gjuhën shqipe dhe matematikën. Fillimisht na përkujdesemi që me u dok shumë të afërt me ta, edhe me u mundu që me ngre atë energji negative që e kanë sa i përket testit maturës. Edhe pse masi që ta kalojnë, ata kanë me thonë që u konë shumë e lehtë, po fillimisht tash e kanë. E për atë arsye, ne kujdesemi edhe për çështjet e stresit, por në të njëjtën kohë edhe për mësimdhënien ose mësimdhënien e mirë. A kështu do të më bëhe edhe një thirrje për të gjithë maturantët si vjet? Padyshim, unë inkurajoj gjithë maturantët e gjithë Republikës së Kosovës që të vinë dhe ta shfrytëzojnë këtë mundësi të artë si cilën e kanë nga kolegji AB. Është falas, transporti është falas, edhe normalisht që ata gjithë maturantët e Republikës së Kosovës mund të kontaktojnë direkt me koordinatorët e marketingut nëpër qytetet që i kemi, që me mujtë me i marrë informacionet edhe për çështjen e nisjes me autobusa në AB, po edhe për çështje tjera çado që kanë. Inkurajoj gjithë maturantët që të vinë, të marrin këto lëndë, të vinë të përgatiten për testin e maturës, që mos të kemi pastaj normalisht edhe ramje në testin e maturës. Faleminderit shumë Ertan për të gjitha këto informacione. Ne do të jemi live edhe ditëve të tjera për të ndjekur gjithë këtë aktivitet. Kaq nga kjo lidhje direkte. Faleminderit shumë. Okej, ne do të vazhdojmë tutje. Ishim në kolegjin AB ku Nita Pajaziti zhvilloi një bisedë me Ertan Galushin, që është edhe koordinator i marketingut, ku sot u bisedua, si çdo ne,